Babe, sa vjeç je? Unë jam 73 vjeç. Edhe 100. Edhe 100. A tu lem një fije këtu? Si po mi kalon këto ditë? Mirë. Mirë sheqi. Si në vendin tonë, mo? E kuptoj, pensionist? Pensionist. Sa vite ke që ke marrë pension? Që në 2018. 18. Sa doli pensioni? Pensionin më ka dalë, fillimisht më ka dalë 102.000 lekë. 100.000 lekë vjetra më? Vjetra. Po tani sa të rrit? Tash është banë, do më thënë që në 2018 deri tash kam 160.000 lekë. A jetohet me 160.000 lekë më? Po, do të jetojmë se shteti ne në më tjetër, kemi që të bëjmë me të, Shteti thotë kam rrit pensionin? Shteti ne ka dhënë pensionin, ne punë kemi pas bënë se s'muni kena rrit me i banë gjitha vitet e punës. E kuptaj. Si kemi pas vitet e plota, kemi pas... Ke punu në Zez? Jo, në Zez, kur për sistemi e mra pa në Zez. Është halli madh se shumë njerëz do dalin pension me Zez. Kam paguar 5 vite, kam paguar, do të thënë sigurime, i kam paguar se as kisha mundësi. I parapagove? I parapagova. E kuptaj. Edhe, më kanë banë gjithsejt 23 vite punë, më ka dalë pensioni pjesë. E kuptaj. Edhe ka me rritje, ka shkuj 160.000 lekë. E kuptaj. Tani vim ke halli jonë, që është halli më i madh, cilin po trajtojmë, jo se hallet e tjera nuk vlenë, gjitha vlenë. Unë kam qunin që kam, dhe më thënë, të smur. Se që ka qunin? Ka probleme shëndetësore, është me kemp, ka 104.000 lekë. Kemp, ka gruen dhe 3 fëmijë, me kemp jetën. Me kempin jeton me 3 fëmijë? Me kempin jetën. Po shtëpia? Shtëpia s'ka fare. Është e prishme shtëpia ti? Nuk ka fare ai shtëpi, jetën të kun. As ka pas fare më përpara apo ja prishi tërmeti? Ai ka pas jetuar me mua, po kur i ka të kujdome dhe ajo dhomë është e prishur nga tërmeti. Edhe është prishur ka marrë fond, do më thënë, ka përfituar. Po? Me ju ba shtëpia e re. Po? Ka 34 milion që është i aprovuar, është në sistem. Të bashkisë tonë që ne nuk kemi fond për ma shtëpinë. Tani kjo shtëpia është shtëpia jote që është e dëmtuar, jo? Shtëpia ime është ajo. Pra shtëpia jote e dëmtuar, po është dëmtuar dhe pjesa djalit që e ke pas brenda shtëpisë. Edhe djalit i kanë thënë si do të bëjmë shtëpinë, por nuk kemi fond. Kështu i kanë thënë. Mira tu është. Po ku po jetoni jo tani? Unë në të shtëpi jetoj. Në të dëmtuarën? Me DS5-ën, DS4-ën? DS4-ën. Në të jetoj. Pra ta di qeveria që njerëzit po jetojnë në shtëpi të rrezikshme. Po në të shtëpia do jetojmë, se ne s'kemi ku të jetojmë. Në shtëpi të minuara, se kështu i bie. Ka marrë 2 muaj ka marrë bonus qiraje, mas 2 muaj ja kanë heqë, ka thënë s'ka fond edhe. 2 muaj ty? 2 muaj. Po qatë pjesën tjetër? Pjesa tjetër nuk e di, s'ka fond edhe nuk na kanë dhënë më. Okej, te lagja jote ka që kanë përfituar nga tërmeti? Po janë banë 10 shtëpia në lagjen time. Janë bërë, a? Po. Kurse mos më kanë bërë hala. Janë bërë, janë përfunduar komplet? Po. Ka dhe disa që janë nisërat pa përfunduar, por s'ka fond thonë. Ato e në halë vetë pastaj, ato e në halë? Ato e din vetë. Tash ne kërkojmë nga shteti. Ne kërkojmë nga shteti që pos ne i banë vetë, ne japin paret edhe do i bëjmë vetë me forësat tona, me ta lekë, që mos ne dalin i shtojnë vetë. Me kontribut vullnetar? Me kontributet tona pasaj. Do i bëjmë me forësat tona. A kuptoj. S'kemi që dhe themi ma. Halli madh është. Të shohin shteti këtë punë, kanë ardhë nga Tirana, kanë ardhë dhe kanë pa shtëpinë, kanë thënë që do bëhet, është e pabanueshme, do bëhet shtëpia, deri më sot së bëhet. E qartë. Tani ti më thej që djali ka probleme shëndetësore të vërtet? Distrofi muskulare. Që është smundje pashërueshme? Smundje pashërueshme është. Po merr ndihmë ekonomike? As merr ndihmë ekonomike, as merr asnjë, vetëm që kemp. Atë shoqërus për... Atë shoqërus asë që nuk. Po pse mu bab? Si ka mundësi ti është dhe mendim ekonomike të mos marrësh asistencë, se këto dyja nuk shkojnë. Nuk e di. O i merr të dyja ose merr asnjërin? Nuk e di. Nuk... Qa të thonë në bashki? Bashki thonë nuk i takon. Ka një makinë sot edhe nuk i takon ndihmë ekonomike. Po makinën e ka makinë invaliditeti. Që ka... Se nuk lëviz dot. Ja kanë ble qunat, vëllezërit e vet ja kanë ble. Po pra po, a i pa atë makina, lëviz dot? Pa atë makina, a i s'mën bjena se në pazar.
Nuk lëviz dot. S'mund bjen pazar, ai më unis një orë, mund bjen për një orë, po më unë gjitë, s'mund del të fia pa makinë. Vetëm me në gjitë dikush me makinë, ose me në gjitë për 2 orë. Ligji thotë që një invalid ka të drejtë marrë makinë dhe të lirohet nga taksat e makinës, kurse këtu tani nuk japin ndihmë ekonomike se ke makinë. As i gjanë s'ka marrë deri më sot, vetëm që ata 2 muaj, ka marrë që ata 2 muaj. Aty. Dhe më thënë, në imen sociale, si e ka pas, ma. Se ka marrë, ma. S'ka marrë. Qa do bëni bab tani e tutje? Tani e tutje që të bëjmë një të shi. Do ta lini me këtë emision, apo do bëni gjëra, do ndërmerrni veprime tjera? Tash në veprime tjera, ne me marrë në veprime, qarë veprime këtë marrëm. Si staj, ai më përpara të vrasin veten. Jo të vrasin veten, jo. Jo. Flas peticion kryeministit. I keni shkruar ndonjëherë se ai ka dhe një bashkëqeverisja, thot ai. Man se ne nuk... Po ku hap telefonin ai... Nuk e hapin, i kam shkruar unë. Se ju jeni gazetarë... Jo, mua më takon të bëj pyetjen. Qeka edhe djali bie, qeka dhe nuk qeka e kështu. O zotni, kushte, aty e ata u lanë balla, aty ke kina maja rogoshinës, edhe kishte 500 bodyguarda. Tani po kalonte balla. Pa qa janë pinartë, apo si janë Tani pinartë. Taulandin e keni kapur xhakete ju që ma kujtove? Po, e kam kap unë, që më Po shep t'i këtu. pse nuk vepron ai? Pa qa, o zotni, më vje keq. Ato dunë votat. Kanë gale ato se o Marku, quni Marku për jashta, ose havate ti, ose i nipi, ose kjo, ato dunë votat. Sa më shumë votat? Ne kërkojmë, ne japin shteti letë, pos që nuk mund e bojnë vetë, ne japin fondin edhe e bojnë vetë. I bëjmë vetë. Faleminderit. Faleminderit edhe.